Ky emision sponsorizohet nga Petrol Company. Shikues të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se takohemi këtu në televizionin të 7 në emisionin Evro në 7. Sonde do të flasim për një temë që deputetët e opozitës nuk janë gjendje me fol. Dhe është për projektin më të rëndësishëm të vendit, i kemi ftuar sot gjitha partitë politike, in në zonë të hongër iftar, po gjeto se ku e diune. Megjithatë, rezultati zgjedhor masanej është pjesë e krejt çdi debatit përgjithshëm për cilën na folëm kur s'kan guxim as me fol, as me debatu për çështjet më të rëndësishme të vendit siç është buxheti. Ndoshta edhe kjo nuk kanë shumë më arsyetu ato 70 amandamente apo sa kanë qenë të tyre të opozitës të propozuara në ligjin për buxhetin të vitit 2026, të cilat asnjë prej tyre nuk janë futur në buxhet. Buxheti është miratuar sot me vlerë rreth 4 miliard euro. Ministri i Financave, cili do të jetë njeriu më i fuqishëm në qeveri, zoti Ekonan Murati, me këtë buxhet i cili është bërë sot, e kanë prezantuar dhe ky buxhet prapë është tek investimet kapitali është më i vogël se sa të ato me thonë ndihmat sociale dhe çështjet e subvencioneve të cilat do të jepen gjatë vitit 2026. Ministri në fjalë ka quajtur buxhetin si buxhet emergjent, ka japur mundësinë që buxheti do të rishqyrtohet edhe një herë në fund të muajit korrekt, ashtu siç e parashë edhe ligji. Po është ky buxhet në shifra i madh dhe në ekonomi i vogël, do të flasim me dy ekspertë e mi sonte në studio. Zoti Shkomen Misini, profesor mi se erdhe. Miq Gjej, faleminderit. Dhe zoti Nadim Çorrolli, Adem mirëmbrëma se erdhe. Miq Gjej, faleminderit shumë. Dhe komplimente për të lukut sonte pas ke ndryshuar komplet. Realisht po na llogaritin se oligark po vishni bukur, kush po financon garderobën, kështu që thash du m'ja bosi këta qeveris, mu vesh varfër edhe me jetu pasën. Mu do ki varfër edhe me ble shpijan Marigon, thash ta prevoj një kombinim t'il. Mani, do me thonë, mirë pas ke nisë, është një të këshirëm të Po realisht qytetari vetëm dukjen për gjykan, nuk pedin që oligark t'i kanë qeveri, kështu që e du m'ju përshtat këti trendi. Okej, sot është miratu buxheti. E thash 78 ose 71 amandamentet e opozitës nuk janë përfshirë në buxhet, është viti i 6 me radhë, ku pothuajse asnjë amandament i vetëm i opozitës aktuale edhe atëhershme nuk është përfshirë në buxhet. Çuçi keni po, do të thonë vetë komplet të miratimin e buxhetit 4 miliardë euro, i cili po shitet me pompozitet madh se është buxheti më i madh në histori. Edhe më i madh histori ka qenë edhe vitin e kaluar, edhe para një viti, edhe para 10 vjetëve, ka qenë i njëjti. Më i madh, kuptimin formal, më thonë. Po, në vlerë nominale është më i madh, për vlerë reale është pikpyetje. Për arsye se sepse është sikur rasti konkret. Nëse qarkullimi i biznesit, nëse kemi të rast të bëjmë me qarkullimin e biznesit, nëse rritet çmimi i produktit, ai ka çat qarkullim, ka vlerë më të madhe, vlerë nominale, po vlerë reale se sa fiton ai, do të thonë vlera reale ose për me përkthy këtu shqip që i vjen në kuptimin e që qytetarë me kuptu ma mirë, është, mund është me pas rritje të pagës, nga 1.000, për supozoj, nga 500 në 700 euro. Po me qatë të 700 euro, që është vlerë nominale, sa shporta e jote e konsumit, sa mund është mi blej që të produkte që i ke blej para 3-4 viteve, se 5 vite më parë. Dhe në që kjo është vlera, sepse po shifët që po thonë po kemi qarkullim në vlerës nominale, po kemi qarkullim në vlerës nominale, edhe bizneset kanë qarkullim më shumë, disa biznese, sepse çmimi më nuk është një euro gjys, ose për shembull një euro i një produkti, po ka është rrit me një euro 30 cent, ose një euro 50 cent, dhe qarkullimi ty del që është më i lartë, mirë përfitimi i bizneseve nuk është shumë i lartë, ose përfitimi i dobisë shoqërore nuk është shumë i lartë. Po, së pari e përgëzoj konstruimin e Kuvendit Kosovës, sepse kemi prej dikun një vit për më konstruu ky vend Kosovës. Një vit më ndodh që që ndodh tash. Po, absolutisht. Domethënë ne kemi një vit humbjeve, humbjet drastike në mjetët monetare, humbjet të besimit të institucioneve të Kosovës dhe një skepticizëm i Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, sepse ne kemi pas dikun 882 milion euro për i Bashkimit Evropian
projekti investiv të cilën e shparapar viti 2024-2027 më realizu. Dhe këto mjete financiare, dhe më thënë, sfundi ke komisionerët e Bashkimit Evropian, dhanë vrejtje qeverisë që ne botë konstituimi kuvende, sepse për ndryshe do të hupin ato mjete. Disa mjete janë hup, dikun prashit që janë hup për dikun 7.1 milion euro. Duke mos përfshi inflacionin, sepse nëse një projekt ishë realizu para 2 viteve, me qatë kosta, për shumë 1 milion euro, sot du të qatë projekte njëjtë nuk mund me bo me 1 milion euro, po dush me bo me 1.200.000 euro. Që qëto projekte të cilët i kemi ndu me realizu me 882 milion euro, sot nuk mund me realizu. Dhe problemi më i madh që mund me qenë është që jemi shumë periudat e shkurtë të kohore. Kjo është para po 2024-2027, ne jemi në fillim të 2026, sot dhe tjenë komisionet parlamentare tafta dhe bashkë me qeverin për mi thith këto investime, do të shohim vazhdim. Unë besoj që nuk do të kenë luksin që t'i kenë... Ke një deklarat të Bashkimit Evropian që ta menzi përpresim që të këto marrëveshje ndërkombëtare të publikohen në atë gazetën zyrtare, apo si quhet për mja nisë procedurave për me i lëshu fondet në drejtim të Kosovës. Po se këtë gjithë, ne vetëm Bosnia-Hercegovina dhe Kosova është problematik në këtë drejtim, për shkak se këto vendet shtetet tjera të Ballkanit Perëndimor e kanë marrë kostin e tretë, dytë dhe të tretë. Disa vendet dytin, disa vendet të tretin. Nësa Kosova s'ka ka alat pjesën e parë të këstit parë. Të dhënë ato shkojnë në mënyrë proporcionale, shkojnë me periudha kohore, sepse një pjesë do të më realizu një projekt, tani me fillu projektin e dytë të këstit së dytë. Nuk mundën me shku krejt për njëherë mjetet financiare. A janë të interesum Bashkimi Evropian për një gjë të tillë? Po, sepse po numër të banorëve Kosova prin me numrin e marrjes së mjeteve financiare të projektit të Bashkimit Evropian. Domethënë, me numër të banorëve ne prim Ballkanin Perëndimor. Okej. Adem, sot buxheti ka lëj, asnjë amandament i opozitës nuk ka lëj. Ka pas, me thonë, një debat kështu i cili debati kur sjell diçka të mirë në fund, ajo është në rregull, po debat shterp me një fjalë i cili nuk solli asgjë për opozitën. I mujnë numra qeveria aktuale, po ku është problemi që asnjëherë që 6 vjet asnjë amandament i opozitës nuk është përfshirë në projekt buxhet. Realisht para se të fillohet ky ndëshkim i fundit tashmë në mars, ne duhet të dimë se bota ekonomike, bota ekspertizave ekonomike parashaq që buxheti të fillojë në qershor të përgatitet. Dhe jo të votohet në mars ose në shkurt. Ky është impakti kur ne kemi deviju nga planifikimet buxhetore dhe nga rregullat kushtetuese dhe ligjore, qofshin ato që japin impakt juridik dhe qofshin ato që japin impakt ekonomik. Kështu që Kosova apo Republika e Kosovës, gjithsesi ministri i financave është desht të jetë i gatshëm për buxhetin e 2026-s nga qershori 2025-s, sepse zakonisht në qershor. Na kemi kritikuar për shembull kur një grup deputetëve ka qenë ushtrues detyre, ka qenë edhe ministra kanë aprovu buxhetin e kemi thonë që s'kan të drejtë me aprovues. Ato ndarje buxhetore ku i japin këtij pushtet, ato i kanë ndalë dhe i ka përgatitur në mënyrën më të mirë. Cilat janë ato lëvizje? Janë ato lëvizjet buxhetore ku janë si investime të lira qarkulluese, ku mundet ai të lëviz me 50 euro, 100 euro ti ndon rrogën e 13. Domethënë sot ministri i financave i ka dhënë epitetin e vet gati thuajse fuqinë e njëjtë sot një kryeministri. Dhe ka rrit vlerën financiare gati të qarkullimit. Kur them unë buxheti 2025-s. I 2026-s po të ishte njëri do të ishte ushtrues detyre i 2026-s. Ky buxhet që është votu tash i 2026-s është ushtrues detyre i 2026-s, sepse asnjë impakt ekonomik nuk e ka. Është i kopjuar nga 2025. Dhe tash ta shohim fuqinë përgatitore të një ministri të financave, domethënë dele fut në kuvend votimin e buxhetit dhe thotë që menjëherë duhet të rikorrigjohet. Dhe kjo dëshmon përgatitjen e olt profesionale. Po s'mundet më korrigjuar ajo para se me shku në fund qershori. Të lutem. Domethënë ka pas kohë komplet edhe 3 mujorin e parë, edhe dhjetorin, edhe janarin, edhe shkurtin që të mirët me rikorrigjime buxhetore, që pakten edhe pse është i vonuar të mos jetë i gabuar. Po aq janë të paditur dhe aq janë jo profesional dhe aq janë të papërgatitur profesional në fushën si minister,
që fut një buxhet dhe me një herë pranon. Që nuk është më i miri, është shumë i dop. Nuk është që po flasim, po është për ngutë. Domethënë, komplet qeveria e tij ka qenë ushtrus detyre si ministra, ushtrus detyre të bordëve, ushtrus detyre kryetarëve, ushtrus detyre si qeveri, gati një periudhë, tashmë kemi edhe një buxhet si ushtrus detyre 2026-ës. Për ta po na 2026-ën si buxhet, ne duhet ta rikorrigjojmë. Domethënë për herë të parë në Kosovë votohet një buxhet që i parashet vetëm sa ministri ka 2025 dhe jo sa i ka propozu kryeministri. Domethënë, janë 4 ministri pa buxhet. Janë 4 ministri që do e mos e ka nevojën për të mbajtur një seancë qeveria e Kosovës që të ndonë fonde, si që bëri sot, që të ndonë fonde për themelimin e tyre, pa ja nuk paraqitet buxhet. Domethënë, këtu është një shkelje ligjore. Dhe çdo ministër, zëvendës ministër, kabineti këtyre 4 ministrive që janë kriju, dhe merr para ose pogë, kjo është jo ligjore. Gjithsesi, çdo parti opozitare dhe çdo organizatë që mbron buxhetin e qeverisë të Republikës Kosovës mund ta dërgojë në gjykatë këtë shkelje që ja lejon ministri financave. Sa përmendën që opozita mundet me mbrojtë diçka? A ka qenë ndarje buxhetore e gatshme. Ne po e shohim që përsëri është një buxhet i socialit. Kur themi socialit, nuk paraqitet asnjë investim që është wow përveç paga e 13. Përsëri po kthehemi te paga e premtimet qeveritare. Domthonë nuk e kemi një investim, mund ta thoja që do të ishte i pranueshëm sigurimi shëndetësor. Nuk parashihet 1 miliard për ushtri, siç e ka cek. Ndoshta nuk është as 20% shi 1 miliardit që është premtu. Nuk parashihet as ndërtimet e projekteve apo mbylljet e autostradave të cilat i ka pranu. Dhe si është ndarja buxhetore. Një shkelje të parë që e kanë bë është me komunën e Prishtinës. Komunës Prishtinës i takon një buxhet që është i veçantë si kryeqytet. Për numër dhe fluksin e madh banorëve, automatikisht asaj i ndahet jashtë buxhetit të cilën e meriton. Dhe kjo është befasia imja që asnjë nga LDK-ja që konsiderohet si partia e ekonomistëve të Kosovës nuk e ka ngritë si çështje përveç kryetari Përparim Rama. Domthonë, kjo po shihet që ne kemi jetu me një ëndër që me të vërtet LDK-ja ka pas ekonomista të fortë. Po të kishte ekonomista, do të dallonin qyshin në fillim, sepse buxheti ka pas ne kemi pas në dorë gati 7 ditë pa u votu, dhe kemi pa atë dallim. Dhe realisht edhe një po shihet që edhe zonja Bajrami dhe edhe zotri Hoti nuk kanë më interesim të ngrisin çështje që i sjellin vota ose që i sjellin për kraje LDK-s. Dhe kuptohet që tashme edhe LDK-ja është me një ushtrues detyre. Dhe do e mos kjo i ka dhënë edhe impakt. Që për shembull te Prishtina nëse kanë taku me ligj 19 milionë euro. Ashtë, ky është dallimi. Këta sot aty në projekt buxhet është 17 milionë euro. Ashtë. Edhe pse është votu buxhetin në kuvend, sepse qeveria për mos njalon fajin krejt institucioneve dhe qeverisë. Qeveria nuk rrit buxhet për komuna. Komuna e përpilon dhe e arsyeton projektet më të shpejta, më primare, projektet vazhduese apo të mesme dhe projektet minimale ku të paktën të bëhet projekti ose me vlera të ulta. Dhe ato kalojnë kuvend dhe kalojnë qeveri. Dhe pranohet si i tillë. Domthonë njëjtë ndodhi edhe për komunën e Prishtinës sot dhe edhe për komunën e Shtimës. Po dallimi ka i madh. Në komunë Prishtinës është diku 30 euro për kokë banore, në Shtimë është 133 euro për kokë banore. Jena për kryet qytetin. Kemi pak ma vonë ato të këtyne komunave. Po që do janë për shembull investimet e reja kapitali krahasim me atyre të vazhdueshme. Do të thonë 84% të investimeve kapitale të vitit 2026 janë të vazhdueshme, nuk janë projekte të reja. Janë do për shembull për kur është votu buxheti 2021, është llogarit për kokë banori për përfitim ansor ka qenë 473 euro. Është konsideru. Kurse kjo 2027-ës nuk e prek ka 380 euro për kokë banori që qytetari përfiton këtij projekti. Doon të gjitha janë për lëmosha, për oferta, po asnjë nuk është si investim kapital. Kjo qeveria aktuale, me buxhetin e ri, do të thonë që to janë investime të vazhdueshme 629 milion dhe të reja
të vazhdora 2025-ës, 63 miliona janë veç projekte të reja. Dhe thonë, ky vend ka mas shumë të nevoj për investime kapitale. Krejt pajtohemi çdo ditë në për studia televizive, edhe në për ekspertiza ndryshme që investimet kapitale janë ato cilat na rrisin neve në ekonominë tonë të brendshme. Një për indikatorëve kryesor. Qysh po doget, bro? Jo, unë besoj që projekcionet buxhetore kanë me ndryshu për shkak themelimit të ministrive të reja. Të reja. E para. Dhe tash në qoftë se e analizojmë për nga situata që pasqyron një mungesë të plotë të qeverisë për llogaridhënie dhe racionalitet ekonomik, kjo mbizotron mbi rregullat e veta të një individi. Siç është, kjo është një qeverisje ku nuk pytet ligji, as nuk jep llogari, domethënë ndryshe quhet edhe ligji i Maliqit, nëse ke ndëgjuar ndonjëherë. Dhe është Maliqi është vetë ligji, që çfarë përfshin, kur një person vendos gjithçka vetë. Domethënë deputeti i Kuvendit të Kosovës i ka në kuadër të legislacionit i ka veç mënyrë formale, ndërsa nuk i jep përgjegjësi, nuk jep llogaridhënie, nuk ka transparent, nuk ka profesionalizëm. Dhe këto projektime të cilat i ban qeveria, projekcionet të cilat i ka bërë qeveria nuk mundet me realizuar në asnjë strukturë, sepse nuk mundesh me themelu ministri të reja pa një projekcion buxhetor paraprakisht. E para. E dyta, ne nuk gjitha vendet e zhvilluara të botës janë të shku të zvoglu numrin e ministrive dhe shpenzimeve publike. Nuk e di, Kosova është vani më i zhvilluar i botës që të shku të rrit numrin. Gjermania i ka 11, Zvicra i ka 7 ministra. Dhe nuk e di në Kosovë, nuk e di unë ministri, po mënaj Kosova çfarë zhvillimi dhe rritje të numrit të popullatës. Ne kemi të kurrën më të madhe në botë të popullatës, ndërsa kemi rritje të ministrive. Nëse kalkulojmë një kuadër të këtyre ministrive, Kosova, domethënë, nëse shkojmë me një ministër në raport me numrin e banorëve, për kokë banori i bjen 82.000, një ministër në proporcion me 82.000 banorë. Që i bjen si nëse Gjermania i ka 83.6 milion, i bje që Gjermania në kuadrët kokë banorëve, sikur është Kosova, do të mi posë mbi 1.000 ministri. Dhe më thënë, Gjermania aktualisht, nëse s'prish pun për korrigjoj këtë ademin, dhe më thënë i ka 17 ministri aktuale. Zvicra i ka 7 ministri. Dhe më thënë, në qofë se llogarismin mbi 9 milion banori ka Zvicra. Dhe nëse përpjestojmë numrin e kuadrët të llogaridhënies për kokë banori, i bjen që Zvicra duhet mi posë. Sikur Kosova që i ka me 81 ministër në proporcion me kokë banori për 82.000 banor, i bjen që Zvicra të ketë 119 ministri. Dhe më thënë, a jemi ne të përgatitur me pas ministri, hapjen e ministrive të reja, sepse kjo lind edhe një pikpyetje shumë të madhe. Dhe vishë ta përfundoj dhe me që të keli. Tani për pas lidha me këtë. Kjo lind shumë pikpyetje të madhe. Pse shtot një pyetje hipotetike, unë po që befason për shumë mire tha Ademit, kur tha që po befason për ekspertave të ekonomisë nga radhët të LDK-s. Unë nuk e di çfarë eksperta janë. Pse po themelon, nuk kanë kundërshtu, pse po themelon këto ministri të reja? Themelon për burokraci. Po, themelon, jo, do të me bo një pyetje në pyetje kështu në vetvete. Pse qeveria aktuale, pa projekcion buxhetor, pa planifikim, ligji i Maliqit, ligji i Albinit vendos në mënyrë arbitrare themelimin e institucioneve, e ministrive. Buxhetore pa asnjë impakt dhe pa asnjë arsye. Se mu votu zgjatja buxhetore kur kiti afat edhe 30 deri në pogat e mujit mars. Po, dhe tash përgjigja e këtë kësaj... Jo, lele që do që ke. Përgjigja e këtë kësaj është që për shkak burokracive të parazetëve, për shkak mos llogaridhënies dhe mundësi e mirë për mi punësu njerëz militantë e partive dhe e fundit është për shkak mundësi e mirë për korrupsion, sepse kur hapet një ministri e ri, delët një mjet financiar dhe mundësia e artë është për korrupsion dhe burokraci të personave të cilat shtyn mi punësu në përmet liberalizimit partisë. Nëse shtu ministrit, ju kujtohet e ke zvoglimi ministrive. Albin Kurti, 100 e som zëvendës ministra në kontat, dhe shka zëvendës ministra një kohë të qeverisë Haradine, nëse nuk ga bëj, edhe pa të bo prallë ato. Po, këtoj, për me i fu do njerëz në punë, dhe që s'kan hi kandidat për deputet, i ka bo ministra, zëvendës ministra. Po, pse gjithë kjo
munges e projekteve kapitale cila do të rriste investimet. Po realisht rritjen ekonomike nëse ato qeverit për para kanë shkatërrukit vend. Ofër 70% e investimeve kapitale renditet 70% të vjetra. Po, 70% renditet në komunat ku është ky fitus. Dëmon vetëm 30% investimet kapitale të reja janë në komunat ku ky nuk është fitus. Pse ndodh një gjë e tillë te investimet kapitale, vish ta përfundoj një minutë nëse më lejon atë. Pse ndodh një gjë e tillë? Sepse nuk ka më realizuar as çeto. Se s'ka mundësi sepse ka më ndo buxhetin, ka më vori shikimin e buxhetit përsëri për ministritë përkatëse. Sepse nuk domethënë ka më rrit shpenzimet për paga dhe meditje. Dhe për ministra, zavendës ministra. Kjo është ideja, ka më rrit numrin e të punësuarve, ka më dërgu mjete financiare, dhe pse ndodh një gjë e tillë te kjo te puna e investimeve kapitale. Domethënë ky e peshef që parametri vetëm kryesor në Kosovë për rritjen ekonomike janë konsumi. Dhe ky po don që nëpërmjet mjeteve financiare, me shpërdo mjete financiare në formë të lëmoshës për me kriju vota ma shumë. Ky nuk e shef perspektiv nga prizmi i investimeve kapitale në infrastrukturë. Po jo si jenë për shembull disa rrugë kryesore, rruga për Pej, rruga për Podijev, rruga për Mitrovic, rruga Dolc-Gjakov, rruga për Gjilan. Rruga për Gjilan nuk ekziston fare, se me 20-30 milion euro nuk bëhet autostrada, kaq ishin këto ndalet buxhetore për rrugët ekzistuese. Është minimale as mirëmbajtja, se le përfundimin, me ato para as mirëmbajtjen s'u ne bën. Se le mo përfundimin e atyre që është e lënë fund. Pa ajo që mua më ka bërë. Pse nuk paret nuk po shpenzohen? Dëgjoj, paret janë gati, Kosova ka 3 buxhete të pashfrytzuara. Kur them 3 buxhete, në 2024 ne e dim që kanë tepru gati mbi 1,5 miliardë. Herë inflacioni mesatarja ka qenë 8 deri në 11%, po flas për impaktit të 2022-s, sepse 2021 dhe 2022 inflacioni ka qenë 2 shifror. Dhe ne kur e dim, kur 4 vite para dhe 4 vite mrapa kemi një inflacion 2 fishor, ne e dim që impakti zgjat deri në 4 vite në produkte është 2 fishore. A mundëm e dëshmu këto? Po. Nëse flasim me bukën 25 cent, tash e kemi afër 70 cent. E sheh ku është 2 shifrorja. E gjejmë në sigurime. Po. E gjejmë në energji elektrike. Domethënë një familje ka pagu 8 deri në 10 euro për kokë banori për energji, sot pagun 30 deri në 35. Ajo është ajo gjurma e 2 shifrorit inflacionit. Po çka është vepru? Ky tashme ka vendosur që komplet inflacionin ta pagun qytetari. Komplet gabimet mbi investimet kapitale ta pagun qytetari. Domethënë vetëm buxheti për komuna është 860 milion. Kjo i bie që komunat çat buxhet që e kanë minus për mbarues privat 50% dhe vazhdojnë. Domethënë me këtë buxhet të 2026-s konsiderohet që dikon 40% e komunave do të shkojnë në bankrot në shtator-tetor 2026-s. Duke filluar jo komunat e vogla, duke filluar nga komunat e mëdha. Kjo kontrata kolektive e cila është premtuar që do të futet projekt buxhet nuk i futet. Kjo është ajo që e ngrita. Edhe mi u marr parët për buxhet. Çka është e dëmshme kur është bë kontrata kolektive, është bën nga Kryeministri Ramush Haradinaj gjithsesi me sindikatat, gjithsesi me institucionet. Dhe atëherë është bë institucionet qeveritare me institucione, po jo komunat. Ka bë qeveria me sindikatat. Dhe sot bara e kësaj i bjen gjithsesi komunave. Pse? Sepse prokuroria ose gjykata kur të merr vendim për votimin për zgjedhjen e një rasti, thot ku e ke bë kontratën. Çdo mësimdhënës kontratën e bën me komunën A, ku ai është edhe mësimdhënës dhe bara i bie komunës. Po, komunat nuk po refuzojnë ta paguajnë. Vetëm po kërkojnë që zonat buxhetore të jenë ose në paga ose në investime të tjera, të quhet si zonë buxhetor që të paktën këtyre mos t'ia merrnë borxhe. E din që për 5 euro e 70 cent, nëse një mësimdhënës pa ditë për shujtja qeverin, ai në mujt i merr 5 euro e 70 cent. 240 euro ja merr noteri, për mbaruesi. E shesa është dallimi, për 5 euro i gjys mi marr një mësimdhënës, shumën që i takon, duhet me pagu komuna për mbaruesin 250 euro si tarifë fiskale. Plus avokati që ai shkon grot. 3 vjet e fundit çto ka pas që se ajo që është e rrëmshme sepse i kanë marrë parët në qoftë në komuna, qoftë në qeveri
për mos zbatim kontratës që i marë parët përmes përmbaruzve. Dhe tani e ka rrit atje atë realizimin e investimeve kapitale. Që nuk është e vërtetë sepse nuk kanë na i shumë. Realisht, aja që mu më duket premtim edhe është skandaloze, që ka thonë gjithmonë, fokusi im do t'jetë në mbrojtje. Fokusi im do t'jetë në ushtri. Si ka të bjo dit ushtria, forcat e sigurisë të Kosovës, FSK, që tash na do t'i shohëm çdo ditë duke parakalu, e kanë pa ditë qeverin për rrezikshmëri. Domthon ka ardhur në maksimumin, që tash me qeveria e Kosovës është e paditun, nga shërbys civil, pjesën e gardianëve janë nga mësimdhënësit, janë nga zjarthekset, janë nga ushtarët, janë nga policët. Domthon nuk ka institucion shtetëror. Tashmi ka ardhur dhe rënia dhe pensionerat janë të paditë qeverinë e Kosovës për inflacion. Domthon nga 120 euro komi fitu 7 euro pensioneri në vit, e që krejt për 4 vjet i merr ai edhe një pension tjetër. Kush përfiton? Përfiton avukati. Dhe a është marrë me këtë buxhet në 2026 edhe përmbaruesi. Realisht unë kam thënë, qeveria Albin Kurtit është qeveria përmbaruesve dhe ushtruesve detyrës. Kulmi i tyre. Shehe buxheti ku është shku në ushtrues detyre, edhe është shku në përmbarues privat. Për investime kapitale kemi dikon për rreth 900 milionë euro, për subvencione, transfere, çështje sociale janë më shumë se 1 miliard euro. Dhe krejt këto janë zona ekonomike të cilat i kanë marrë në bazë të padijës. A më jap ato tjera që i vënove tani i përgatitur të tjera. Edhe kjo do të ndryshon varësisht për rrethonave globale, nëse dërgojmë ushtar atje do të me rrit buxhetin për ushtri, domethënë gaza, dhe kështu që projeksionet e tilla nuk janë fort. Na morë me drona para fushatës. Po drona po mendo po na do të me prek realitetin se ku një njeri kur si vjen marrë, ai bën gjithçka. Po fatkeqësisht këtu po privilegjohen personat që nuk kanë ndonjë dy gratë që i ke përgatitur prof. Po, kjo është e para që e komat performancën ekonomike të vendeve të Ballkanit perëndimor. Domethënë vite më parë, para 2-3 viteve, që e komat të njëjtin me formulë empirike, domethënë formulë e testueshme, të cilët janë përfshi disa variabla dhe ka qenë molizi shumë më mirë se sa këtë për vendeve të tjera. Domethënë Shqipëria sot prin nga performanca ekonomike në kuadër të asaj formule se cilën ne kom ndjekun, që është nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, Shqipëria prin në performancë më mirë se sa këto vende të tjera. Domethënë e dyta, domethënë e fundit, më stam është Kosova me performancë ekonomike. Tash a mundna me spekulun ndonjëherë që për shkak të dhënat, se ne jemi bazuar në dhënat sekondare. Domethënë dhënat sekondare janë nganjëherë që qeverit ndërhyjnë ato dhëna shifra të cilët mund me na dalë edhe rezultatet e tilla. Mirë po, në kuadër të publikimeve të cilët i kemi, llogaritet që Shqipëria nuk është keq ekonomikisht. Krahasim që ka qenë para viteve më parë. Dërsa këto vendet e tjera janë pak më dop, Kosova më mos flasmi, është në nivel të fair, domethënë asnjë as keq. Jo që shkoj, prof, e kemi pas një analizë tjetër ku këto shtete që i ke vënë këtu marrin lëndë parë edhe i kthejnë si prodhim jashtë. Po, eksportojnë. Ndërkohë te Kosova është rasti ndryshe. Marrin diçka dhe metet në Kosovë. Do thonë nuk prodhojnë kurrë. Nuk eksportojnë end-to-end diçka dhe kjo mas e ne e qetë Kosovën në një situatë si kjo kur është poshtë tjerave në çdo pikë. Disbalancin tregtar që e kemi ne shumë thellë, ajo të shku të na thellu më shumë. Dhe pikërisht një gjë e tillë që kam qenë kritik ndaj parave të cilat i japin pa produktivitet dhe ato shkojnë drejt konsumit. Dhe shtohet një pyetje, çfarë impakti kemi pas ne ekonomia e Kosovës në qoftë se çdo mjete financiare janë shpërnda. Domethënë na duhet me kthyer nga impakti periudhës afatmesëm dhe afatgjatë, sepse në qoftë se ti investon për shembull 100 euro ose 120 euro, ku i ka dërguar ai çdo parë? I ka dërguar jashtë shtetit. Jo, ne kemi për shembull sa kanë jap ndihmë sociale, inflacioni ka islam. Po, pikërisht për një gjë të tillë. Dhe tjetra, e kemi grafikun tjetër që kjo është nga Eurostati, ku bëhet harmonizimi i indeksit të çmimeve për konsumator për të gjitha produktet. Shikoj inflacionin nga 2020, pothuajse nga 2020 tutje, çfarë ritmit, çfarë pjerësie të pjertë ka. Domethënë, dhe kjo do të jetë edhe në
të ardhmen, kosto e jetesës do të ketë në vazhdimsi, parashit që të jetë deri në 4% rritje e çmimeve në të ardhmen. Janari kemi 5.3. Nëse rritet çmimi, nëse rritet çmimi i energjisë elektrike, përsëri edhe që nuk dyshoj që s'ka mu rrit, përsëri kemi me pas. Parashit vetëm 4% rritje të kostës së jetesës për vitin 2026 pa e përfshi çmimin e energjisë elektrike. Nëse përfshiten çmimin e energjisë elektrike, ka me rrit. Dhe që to pe lidhi pak me çështjen se kom pas shumë kritika, shumë vrejtje në për komente, diskutime dhe të kolegialitetet e tjerë, kanë thënë që po përkritikon rritjen e pagës minimale. Nuk e kom kritiku rritjen e pagës minimale. Është e nevojshme dhe domosdoshme, sepse njerëz në Kosovë kanë punu me pagë jo të dënjetetshme. Mirë, po kjo pagë do të më kthy në produktivitet. Në rast se në kjo pagë, e rritjes së pagës nuk kthehet në produktivitet dhe nuk matet me produktivitet, kjo të prodhon inflacion. Dhe problemi për shembull me 1 janar më ka rrit fatura e bërlogut. Me 1 janar më ka rrit fatura e ujit. Dikon fatura e ujit më ka rrit mbi 30%. E bërlogut dikon mbi 35%. Dhe më thënë ty, qysh ti jep që të pare ti merë në pjesën dhe tjetër. Dhe, vish 30 sekonda të luta ta përfundoj. Dhe, problemi që ndronë që në qoftë se hapja e ministrive të reja, kome nga përdhu, sepse ku kom i mura e të pare, mjetë financiare, ose kom e hi uho, ose kom i rrit taksat, sepse gjdo rritje e shpenzimeve publike, neve nga shakton problemet e rritjes së taksave. Dhe kur rritën taksat, qytetarët e Kosovës nuk mund me kursy mjetet financiare për mi kthy në investime dhe ata ja merr inflacioni. Kur ja merr inflacioni, ata detyrohen tani edhe mu largu pi shtetit sepse si ofron kushte të mira, sepse kosta e jetesës është për momentin ndër problemet kryesore të raportit të fundit që e patëm të instituteve ndërkombëtare, është institutet republikan, domethënë është problemi i qytetarëve që ka marrë pulsin publik të qytetarëve, është kosta e jetesës. Okej, 3.9 miliard euro, Adem, janë shpenzu në 2025 për shportën e konsumatorit, që i bjen me amër, me pi edhe higien. 3.5 miliard euro i kemi rroga, 400 milion euro kanë bet në pajime. Realisht, diçka që do të shtoj dhe qytetarët nuk janë duke e vrejtur, a ju ka ardhën tatimin në prunë. Asë një nuk ka marrë faturat për këtë vetë për tatimin prunë. Pse? Sepse është ndryshimi ligjor. Është dyfishi i asaj që ka me marrë. Dhe tash me qeveria është në pritje. Nëse ka zgjedhje, do të vonohen faturat e tatimit. Jo, zgjedhje valla për 4 vjetë. Nëse nuk shkojnë zgjedhje, po ti nuk e din, po ata janë të pregadit për zgjedhje. Që që unë thëmë pranverën e ki me zgjedhje. Ti e di që nga njëherë ja kam qëllu. Marzën e gabimit e kam 2-3%, po jo 90%. Kështë që e ditë që jemi ofër. Mirë shumë. Në rast se vinë faturat e tatimit prunë, nuk kemi zgjedhje. Në rast se janë duke u vonuar. Dhe paga e 13 po afrohet për qytetarët, dijeni që qytetarët do të votojnë edhe njëherë. Kështë që tatimin prunë do t'jetë edhe një ngulfatje e re e biznesëve që do t'a kenë 100%. Ajo që është e tmerrshme është për sektorin e ndërtimit, ku ndërtuesi qatë ditë që e merë lejen, do të hynë në tatimin prunë. Për 110%, apo për 1.100 euro për një banesë për vetë. Dhe ai që e ka të blenë dhe është, nëse e ka 230 euro tatimin prunë, ai do të ketë 870 euro tatimin prunë. Për një vetë për banesë. Kjo i bje që 3 qirat me çmim tregut, 3 qirat të vitit do t'i takojnë tatimit në prunë apo shtetit, kurse 9 të tjera do t'i takojnë pronarit. Pa dëmtime dhe pa detaje tjera. Dhe ajo çka do t'jetë me rritjen e tatimit në prunë, do të lëvizin çmimet e patunshmërive dhe do të lëvizin çmimet e banimit. Do më thonë vetëm qendra, si Prishtina, do të ketë... Jo, po dikush ka marrë pagën e 13. Kur them do të lëvizin çmimet e ndërtimit, unë përveç tatimit në prunë, unë them që tashme po lëvizin edhe çmimet e produkteve. Dhe kur të gjithë thonë që do të bje çmimi i ndërtimit, nuk do të bje çmimi i ndërtimit, po do të ulet fuqia prodhuese e tyre. Do të ndalet, shembull nuk do të ndërtohen më 100.000 metra, do të ndërtohen 50.000. Po çmimi në Prishtinë do të varion pastaj mbi 2.500 euro metrin, sepse tashmë jemi duke folë me 95 euro për kubik për beton.
85 deri 95. E kemi pas me 52 deri 62. Dallimi është 1 vjet. Pse? Sepse gurthys nuk janë licencu, zolli apo rëra është duke importu nga Serbia. Pjesa e metaleve është ndalë dhe është duke u importu dhe asgjë nuk është u prodhu. Fuqia punëtore është rritë. Kurse nëse vjen tatimin pronë, dhe 100%. Kosta e fuqisë punëtore. Kosta e fuqisë punëtore, ku krejt këto e rritë dikun deri 50 apo 60 euro për metër katror. Dhe ku është pjesa e fitimit, ku është pjesa e kredive, sepse shumë ndërtues punojnë me investime tërjetëse kreditore, dhe ku ta finalizojnë objektin. Dhe shumë firma do ta humbin punishtën e tyre, dhe ato nuk do të përfundojnë. Adem, a është kjo qa po mënona me kuptu drejt? Politikat tatimore, se tatimore jënë ato, në kuptimin e rritjes tatimit në pronë si çështje e parë. Ashtë është. Masenej, vonesat në dhonje e licenca, këto në kështë tjera parë që e të përmen e gurthyzve. Realisht unë e kom paralelu që do të vje këqmen, dhe erdhe këqmen. Që nuk ka licenca treja. Ashtë është. Të gurthyzve dhe të këtyre që prodhojnë material ndërtimor. Material ndërtimor. Rëra këto. Krejt këto vinë me një përfundim që do të ullët, do të ketë një... Se ngriti me ndo sektorin e ndërtimit, sepse gati janë mbi 30% e sektorit privat është i punsum atë. Pastaj variojnë me prodhimin e lonxhëv, po fokusi kryesor. Fuqia punëtore e Kosovës është në sektorin e ndërtimit. Aty janë inxhinierat, aty janë arkitektat, aty janë punëtorët kraho, aty janë që kanë mbet vetëm edhe ata të na migrojnë. Paktën që janë të profilizuar. Edhe në atë sektor ka shumë punëtor të huj. Ka shumë punëtor të huj. Realisht që nuk e shohin motardhmën. Kjo është domosdoshmërisht që këtë duhet të barazpeshoj dhe e rrit pagën minimale. Në rregull, po ta bësh pagën minimale 500 euro dhe të kërkosh një radiotaksi, dhe të kërkosh një autolarje, dhe të kërkosh një shitje online, dhe të kërkosh artizanatet prodhuese, shembull gratë në Krushë, gratë në përvende që punojnë me pagë minimale. Ato do të mbyllën komplet. Bizneset e vogla dhe të mesme do të mbyllën komplet. Sulmi, veç ta përfundoj. Sulmi tjetër është që Kosova është duke u përgatitur që t'i futë në tregun e hapur edhe bizneset deri në 10 punëtor. 50 e më shumë i ka futë në treg, tash është i përgatitur këto deri 10 deri në 50 projektin. Në energji elektrike në tregun e hapur. Edhe aty është një goditje për biznesin dhe po presim ulje çmimit. Lutemi që të ulën çmimet, po jo migrimi. Migrimi do të ketë rritje të atashme e mos them Kosova do të duket nga Vera apo nga Vjeshta një egzot i ri i 99-s. Për të paga minimale ka pas alternativa tjera, se besoj që shumica emi të interesum që paga minimale të jetë nivel të dinjitetshëm, ju mës të jetë pagë e mjerushme, sepse janë keq trajtu punëtorët e tjere. Dhe, po, mirë, po, ka pas alternativa, sikur është ka bo Shqipëria, për shembull, e ka bo deri në 2 vite mës me pagu kur fartatimi, biznesi. Dhe ti e lehtëson biznesin që ai ta merr t'i jap çat pagë prej 500 euro. Kemi pas një vend në Fqinjë që, do të thonë, me numrin e rritjes së pagës minimale, një pjesë tjetër e ka mbulu shteti. Do të thonë, sepse disa biznese nuk mund me përballu një gjë të tillë. Nuk mund me përballu. Derisa ne jemi varmi për bizneseve, shumica në Kosovë kanë bizneset vogla dhe të mesme, një farë forme, një farë kuote o dash, me caktu që një biznes që ka qarkullim nën 50.000 euro, ose nën 100.000 euro, me pas disa lehtësira tatimore për në lidhje me të arnat për punëtorë. Disa lehtësira, ndërsa të shok ki korporatat maja që që pom top listën e disa bizneseve që qarkullojnë 222 milion, 226 milion, ato mujnë me përballu. Ato mujnë se i keshen edhe veç 2 punëtor. Po e kesh, po të tash për shembull është diskutuar. Se mos me përballu, kur ati i bje gati milioner me një fuqia punëtore. Se paga minimale domethënë ka me rrit informalitetin, jo? E dyta ka me shkurtu numrin e njerëzve të cilët veç kanë fillu bizneset me menu me shkurtu numrin të punësuar. Nëse ka pas 3 dhe ka larguar 1 kthej 2, mi po qeveria. Ato që do të absorben janë femrat, sepse kur s'merr barën e tatimit
për nonat lehona. Qeveria pse ka marrë këtë vendim, është shumë i mirë. Vetëm se do dosh me bën një krahasueshmëri, se nuk mundesh me krahasu një biznes që ka qarkullim me miliona, një biznes që ka qarkullim në vlerën 100.000 euro, sepse nuk mundet me përballu. Ja dosh mi bë disa lehtësira tatimore. Këto grafike e kom nxjerr, domethënë duke përfshi tonat për kokë banori, që paraqet një farforme mirëqenien socioekonomike të vendit, se është proklamu që Kosova është ka lulëzën me zhvillim ekonomik e tjera, shiko gjendjen, Kosova përsëri është mas keqti. Do të çka tregon mirëqenien socioekonomike të shtetit të Kosovës. Do të ka lënë dikun parafërsisht është $7.000 për kokë banori. Po, 7.600 diçka dollar për kokë banori. Që tashmë Ukraina na ka kalu për $20 plus. Tashmë na jemi më poshtë se Ukraina. Dhe çka është shumë e rëndësishme kjo, do të thënë vite më parë, për shembull çdo herë ka prim Molizi. Shumë e rëndësishme është. Çdo vit ka prim Molizi në kohët e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Pse edhe po prin shteti serb. Kjo pse po ndodh kjo? Për shkak të rritjes së pagave, të cilët i ka rrit për shkak pakënaqësive politike të cilët po ndodhen në atë shtet. Se i përket grafikut të tjetër, do të thonë këtu i kemi shtetet të cilat nishi është Serbia, dyshi është Maqedonia, treshi është Shqipëria, katërshi është Bosnia-Hercegovina, pesë me numër 5 është Molizi edhe 6 është Kosova. Është proklamu që Kosova po lulëzon me rritje ekonomike, shiko, kjo është bazë e viteve 2010 dhe 2025. Shiko, nivelin më të lartë të rritjes ekonomike ndër vite, jo për një vit, ndër vite 2010-2025 e ka Molizi. Po, ndërsa tani më pas në nivel ndër vit e kemi pas në rastin e Kosovës, mirë po Kosova nëse krahasojmë me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, pothuajse lëvizin me një përqindje shumë të vogël, me një rritje përqindjes shumë të vogël. Mirë po këto vende, krahasim me Kosovën, kanë eksportin më të lartë, nuk e kanë deficitin e bilancit tregtar shumë të thellë që e ka Kosova. Po, dhe veç prof, na kemi proklamu gjithmonë në ato se Kosova ka pas një rritje të madhe dhe ka një papunësi për 10%. Po ta shem të evnu një grafik këtu për me po dalimin se sa qyshën këto... Për me të arsëtu ty. Ne po vlasim për eksport. Në 2024 Kosova ka eksportu 990 milion. Në 2025 Kosova ka eksportu 898 milion. Nëse ka rritje të prodhimit, ne do të keshim edhe rritje të eksportit. Në rast se prodhuesit do të ishin të kënaqur, nuk do t'i mushin vetëm arkat shtetërore, po do të ishin edhe në eksport. Nëse qeveria do të ishte fleksibile mbi investimet kapitale, eksporti do ta kalonte 1 miliardin, jo të bjenë në 800. Kjo dëshmon që korporatat apo bizneset janë duke u përballë me durishmërinë e taksave dhe të gjitha atyre që pju vjen pa prit. Domthon, bizneset në Kosovë nuk e kanë më komoditetin të mendoj për ta zgjeru biznesin, ose ta njek një linjë për të investu vend tjetër, ose ta shtoj numrin e punëtorëve nga 50 tek 100. Tregu i hapur ka bërë që në Kosovë, ato që i kanë pas 80 punëtorë, vetëm të mos futën tregin e hapur, ose të largohen të ndahen në gjysmë, ose të kthehen në 30 punëtorë. Sepse taksat e tyre nuk mund të jenë mbi produktet konkurrencë. Shembull, një treg i hapur që ka një biznes që është futur në tregun e hapur dhe që i ka 60 punëtorë ka prodhu këtë gotë me €1,5. Ai që i ka 20 punëtorë del me 60 cent në treg. Qysh me luftu konkurrencën? Qysh me luftu eksportin? Qysh mu ka na konkurencë në tregun e ujë kur ne gati 40% investimeve na shkon në energji elektrike? Dhe pastaj po flasim që bizneset janë duke u lulëzu. Është e tërpshme ta dëgjosh nga ministri dhe kryeministri po hapën 1.000 biznese. Nëse mbyllet një biznes, nëse mbyllet një biznes me 60 punëtorë dhe hapën 10 biznese me ka 2 punëtorë, nuk është e njëjtë. Kur gjëjtës është e? Që për me konfirmu që ato që e the qatë grafikun tjetër prof. Pjesëmarrjen tregun e punës, Kosova ka përqindjen më të ulët krahasu me krejt vendet e tjera. Në bazë të kësaj llogaritje, del që në Kosovë duhet një punsum
i mon gati 5 vetë që rrinë Badjava. Antarë të familje, pa 5 antarë të familjes vetë. Grazim me krejt Bosnja është pak, e dyta, Macedonia, Serbia, Shqipëria dhe Malizia mas mirë në krasim me fuqin punëtore të angazhuar në punë. Prap mbetet tek ne kritikë janë pjesëmarrja grave në tregun e punës që është veç 20%. Para se me kam edhe një grafik tjetër. Jo, le veç pak që të thomë. Një raport i fundit i Bankës Botërore paraqet një nga sfidat kryesore dhe një paradoks shumë të madh që vendet e Ballkanit perëndimor, një në anë e kanë një papunësi shumë të lartë, në anën tjetër kanë një fuqi aktive të punës shumë të ulët. Që kjo është një paradoksal dhe parashihet që në vitin 2027 dhe në vitin 2027-2028 parashihet që vendet e Ballkanit perëndimor kanë me pas nevojë diku për 190.000 persona me importu njerëz për fuqi punëtore. Dhe ta shtrohet një pyetje, kjo në kuadër të vendeve Ballkanit perëndimor, nuk specifikoj veç Kosovën, por vendet e Ballkanit perëndimor, dhe kjo paraqet një problematik jashtëzakonisht, sepse ta kishte nën 50% fuqin taft për punë dhe ti ki vetëm të punësum, do në 43%, kjo është për keqardhje. Shumicën e vendeve ma zhvilluar të botës, kjo mund me pas një përqindje shumë të vogël, shumë të vogël diference. Mirë po ta kish nën 50%, që në vendet e Ballkanit perëndimor bjen dikun veç Bosnia-Hercegovina ka. Bim 55%, në kuadër nëse shkojmë me mesatare, vendet e Ballkanit perëndimor dikun e kanë fuqin aktive të punësuar e kanë vetëm 55%. Dhe më thënë i bje 45% këtë vendet e Ballkanit perëndimor e kanë fuqin aktive të nejtë të shtëpia. Dhe më thënë kjo len me nënkuptu që politikat, dhe më thënë skema politike të cilët ju krijon njerëzve kushte të demelizmit që du të menejt të shtëpia, të prit që i mos ka me punësu menetar me partit politike, e tjerë. Dhe kjo është një paradoks, sepse kemi edhe papunësin shumë të lartë. Krahasim me vendet më zhvilluar. Po flas për vendet e Ballkanit perëndimor, nuk po flas për vendet. Dhe tash, te pjesëmarrja e grave. Ju kisha lutur edhe pak. Pjesëmarrja e grave, pse është 20%? Në qoftë se kiti shembull konkret, në qoftë se i kiti 2-3 fëmijë, sepse gratë janë barra kryesore për kujdesin e fëmijëve dhe kujdesin e personave të moshuar. Dhe imagjino tash ti në qoftë se shteti nuk i tërheq në kujdesje, nëse shteti nuk kujdeset për fëmijët dhe për pleqt, dhe më thënë, që të pjesëmarrjet të fuqisë punëtore kemi me pas në vazhdimsi. Shembull konkret, jam në për zgjedhjen e disa stafit me një kompani ndërkombëtare, dhe më thënë, mora vendim me punësu një vajzë, pas 2 ditë më tha, më vjen keq, tha nuk muj me arë me morë, tha sepse mu ka paralizu gjyshja. Dhe më thënë, këtë karierën e saj tash, mbyllet në shpe aja, e hum karierën e vetë, vetëm më kujdes për gjyshën. Ta se s'kemi mundësi diçka tjetër. Realisht është përgjigja më e mirë jotja, sepse kemi një qeveri paralizume. Bash. Realisht, çka është e dhëmshme, presidentën e kem femër, ministre kem shumë femra, ministre e drejtësisë tash është femër, shkarkohet gazetarja në RTK, dhe asë një thirrje për mbrojtjen e drejtave. Dhe ajo çka është e dhëmshme, është edhe shtatzonë, që është duke u përgatitur për pushimin e Leonis. Dhe ku ndodh në televizionin shtetëror të Kosovës. Dhe ku ndodh në praninë e një shteti që synon të hyjë Bashkimin Evropian. Dhe ku ndodh në një shtet ku presidentja shkon dhe promovon fuqinë e saj politike, kurse gjinia femërore këto persekutohet nga një pushtet i tillë. Dhe pse bën? E bën sepse gjithçka duhet jetë mbi një komunizëm, jo një demokraci. Adem edhe prof, që kjo është ekonomia jonë, dhe më thonë 25 kompanije në një 15 tjera cilat kanë qarkullim mbi 100 milion euro, këto në 10 ka pas kompani që jenë prodhuese që kanë pas 100 milion euro, që është Devoli, jo është Frutexi Golden Eagle, që është pijeve para që kam rrinë 100 milion, por realisht kër e shojnë qëto, na jem ekonomi konsumuse. Masanej edhe ajo bilansi tregtar, kër përna del 6.1 miliard më i madh, dihet saktë se
çfarë ekonomie jemi na, nuk kemi ekonomie, nuk kemi diçka që po zhvillohemi, thjesht po konsumojmë me krejt ato para që i kemi mrena dhe krejt ato mjetet që na vinë prej diasporës. Po, për një gjithë të tillë na kemi mungesë të keshit, ke po këtë kombinimet shkojnë, jemi këthyn mesjet. Mesjet. Po, shembull ti në qoftë se shkon me një kompani, domethënë që i morë shembull të çështja e ndërtimit, domethënë ti e ban lyrjen, ai thot kompenzoj me një banesë. Po. Domethënë sepse mungon mungesa e keshit. Kjo tregon realitetin se rritja ekonomike, domethënë është e pamundur pa pas një indikator të rritjes ekonomike, sepse njerëzit kanë me konsumu, kanë me jetu. Mirë po, shëndeti ekonomik varet prej cilit indikator të ka rrit ekonomia aty. Cilit indikator? Nëse kishin rrit investimet e huaja, te kishe pas shëndetin më të mirë ekonomik. Nëse kishe rriti eksportin, ose ishin hap bizneset që e ka proklamu ministri, bizneset e reja, nëse ishin hap bizneset prodhuese, kishmi rrit pas rritit eksportit, aja kish ndiku në ekonomi. Nuk është më rëndësi shifra në ekonomi, shifra 4 ose 5% të rritjes ekonomike. Është problemi se cilët indikator, sepse aja metodën e rritjes ekonomike e mod vetëm në mënyrë kuantitative, po ne kemi shumë autorë të cilët e kundërshtojnë modelin ekonomik që cilën matë GDP-ja. Domethënë kemi autorë të cilët tjerë që e kundërshtojnë një gjë të tillë, sepse GDP-ja nuk ta matë cilësinë e jetesës. Nuk ta matë cilësinë e jetës. Dhe kjo tregon konkretisht që prin bizneset tregtare në Kosovë, për shkak që ne importin më shumë të kemi pas me energji elektrike, kemi importin e dytë kemi që prinin naftat dhe vajrat, dhe të tretën, nëse zgaboj, e kemi veturat. Veturat, praktikisht 1 miliard euro, 500 milion euro duan. Dhe tash, bugjeti, logikisht, shikoje, e përmeni punën e integrimeve. Integrimet të domethënë tyrat nga dogana dush mi zvoglu çdo ditë. Mbi 70% tyrave na i morëm nga doganës. Jo larg Bashkimit Evropian, po na jemi si më hiç. Në kërkan nuk kemi rreth integrimeve ekonomike. Për jap një përfundim kësaj çështje, në buxhet, çu kam titulluar emisionin 4 miliard buxhet për një ekonomi e vogël, këtë shifrat po na japin se na secila qeveri, jo veç kjo që është sot. Secila qeveri e ka orientuar vendin gabimisht të në kohën, e ka orientu venin anej ku ka rrit për fat keq korrupsionin. Edhe përfitimet personale të ministrave, të kryeministrave, dreqit e të birit. Edhe në fund, na jemi boni shoshri konsumuse, edhe cila nuk na jap neve as edhe një shaj që ekonomia jonë komë rrit. Dhe sa na jemi vetëm me ekonomi konsumuse, kemi me qenë në gjendin edhe më rrit ekonomia jonë brana vitit 4.1% ose 4.2%. Për me po qytetari i Republikës Kosovës në ushqim, uj, energji, elektrike, lëndjekse, mobilje, pajisje shtëpiake, shëndetësi, transport, mjete komunikimi, rekreacion, kultur, arsim dhe detaje tjera, shpenzën 67% të pagës. Në Balkan, shtetet balkanike kanë 46% të pagës, kurse shtetet evropiane kanë 34% të pagës. Kjo i bje që ne investojmë nga paga maksimumit 8 deri në 10 euro për arsim. 0.8, 0.1, 0.7, do më thonë, nëse një mësim dhanë se ka pagën 600 euro, konsiderohet që vetëm 16 euro blen libra për një muj. Një familje në Kosovë 10 deri në 16 euro i shpenzën për fushën e arsimit, nëse o për me blen një fletore për fëmi, për një libër, për diçka. A që është standarti, a ka fuqi kursyse, mendohet që qarkullimi kryesor i fuqis kursyse e kanë dhonë vetëm bankat. Ku bankat kanë arrit mi marë 654.5 milion euro, dhe më dhonë vetëm pi borgjët këqia. Kjo i bje që ofër 80% e punëtorve të institucioneve shtetërore janë në kredi, dhe mbi 60% për i tyre janë borgjët këqia. Të mënë që nuk ju kam jaftu paga që ta pagun këstin kreditor. Kompanit me fitimin më të madh të 2025 janë energjike dhe të energjisë elektrike dhe pjesa e bankave. Dhe kur flasim për balancim të paga, sepse kryeministri ka ardhur dhe ka thonë të gjithë do të paguhemi barabart. Dhe çysh mund të paguhemi barabart kur drejtori i trustit edhe pensioneri i vyn pensionerit me jetuen prej 65 vjetë, 110 vjetë për me mri pagën taman për një muj,
sa drejtori trustit. Janë kur gjë për mara klient. Apo kupton? Kjo dëshmon që vetëm një lëmosh e drejtorit trustit, vetëm një mbledhje drejtorit trustit, është sot 3 penzione të një pensionerit të një akademikit shkencave që është në penzion. S'po flas një mësuese ose një kontribut dhënësi. Një akademik i shkencave duhet me punu pej 65 vjetë e gati 100 vjetë me prit me mbledh penzijat që me marr pagën e njëjtë për një muj sa drejtori trustit. Dhe këtë e ban kjo qeveri që me të vërtet i ka balancu gjithë dhe janë gjithë. Për fakt keq, për bagën e kam pas edhe më herët të njëjtën gjë. Për fakt keq, po ka orën pushtet për ribalancim. Ka orën pushtet për zvoglu ministrit. Ka orën pushtet për me nol korrupsionin. E tresht kur e pash sot këshilltarin në Ministri të Arsimit që tha vetëm që bisedo vetëm me sekretarishën se veç aja s'është e korruptuar. Recepcionistja. Veç recepcionistja tha nuk ka korrupsion. Dhe po flasim ku? Në shtëpinë e dijes. Ku? Në shtëpinë ku simbolizon arsimi, kultura dhe shkenca. Dhe çka po flasim për ministri tjerë? Për pjesë të çështjes së arsimit dhe shëndetësisë, nuk mujna me lënë veç qeverisë aktuale, se pjesë të fajt kanë edhe qeveritë e kalume. Jo. Sepse nuk nuk pik fajin sepse që 6 vite është sigurimi shëndetësor në pritje. Po, është e vërtetë. Që 6 vite jemi në pisa veç turo. Edhe, ku mujmë i taku, se po du me bo kërkes më taku me ministra për projektet ndryshme. Nuk po mujmë taku. Du me bo një kërkes në prokurori, që cili prokuror të afton një minister ti, bile të atakojnë prokurori, se s'po mujmë i gjithë qeveri. Se ma shumë i rinë prokurori, se sa i rinë në ministri. Kemi kalu kohën. Po, unë mendoj që si cili shtet i ka specifikat e veta, qeveria do të fokusohet në 2 sektor që në shumë të rëndësishme, për të cilat nuk e posh një projektësim në projekt bugjet të cilën fokusohet. Është çështja shëndetësore, që ndikon drejt për drejt në mirëqenien socio-ekonomike të qytetarëve të vendit, edhe çështja në arsim. Mirë po, përfitimi i Kosovës nuk mund me na vitit me morë përfitimet që nëse investon sot në arsim. Sot problemi i Kosovës është analfabetizmi funksional, që si pas rezultateve të bankës botërore dhe PISA, del që Kosova i ka mbi 70% të fëmijëve të moshës 15 vjeçare i kanë analfabet funksional. Kjo na dëmton neve si shoqëri. Sepse të cilin te shen këtë buxhet. Sepse jo, nuk ma jep vetëm një, që zgjatët që thot është pagesë e vjetit, e këtij viti po komu pagu edhe 4 vjet tjera. Ky ka me qenë buxhet konsumus edhe shpenzus në disa mjeta, në disa faza tjera. Mirë po, a është e nevojshme dhe domosdoshme që të bëhet një farforme ristrukturimi i gjitha ministrive për kace, do të thonë është shumë e nevojshme, është shumë e domosdoshme dhe sidomos në çështjen e përmeni Ademi dhe nështë nuk është e tepërt me përmen përsëri është Kosovë nuk mundesh me pas kafsh me pas sigurim e njerëz mos me pas sigurim. Veturat me pas sigurim, njeriu nuk kthehet. Njeriu i vetmi gjë që vetura thehet, blehet, shitet tjerë. Mirë po, është e pa imagjinueshme sot në ato vujt për gjërat elementare të sigurimit shëndetësor, nuk i pej nëse i ki disa i kini grip, thojnë mjek del bleje në... Si pas të dhona nëse një familje në Kosovë atakohet me një shpenzim shtes shëndetësor, deri në 200 euro, gati 80% e familjeve nuk ja dalin me pagu. Shëvërtet. Unë ju falenderoj shumë që ishit... E që cilat gjdo kujt që i ndodh me usmu një antar i familjes, do të përballet me 200 euro, sepse nuk e ki as gjanat elementare. Aja që unë i përgëzoj, janë stafi mjekësor, që të paktën ushtrojnë detyrën dhe kanë rrezikshmëri të lartë. Ne, pse duhet sigurimi shëndetësor? Duhet tashmë edhe sigurimi shëndetësor edhe për mësimdhënës, sepse çdo ditë janë duke u atakuar me vrasje, me therrje dhe me kriminalitet. Për gjitha kategoritë. E kjo është e domosdoshme. Edhe në diçka nëse më lejo 30 sekonda. Po, shqetësimi jam i madh është që qeveria aktuale do të më mirë edhe sidomos ministri i financave, se unë isha para disa ditën jashtë shtetit dhe pash shumë qytetarë, domethënë të Kosovës që jetojnë në vendet e zhvilluara të botës, më të zhvilluara, i morën mjetet financiare
dhe më thënë për fëmijë, edhe për pensionistat të cilat një pjesë e tyre asnjë kontribut nuk e kanë dhënë. Kjo do të më gjithsesi do të më ndërhy Ministri i Financave për me zvoglu, do të thonë çdo mjete financiare të fëmijëve, do të thonë që i morën atje, do të thonë është e pandershme dhe jo etike me amor një fëmijës Kosovës që s'ka sigurim shëndetësor. Unë jam në shumë i kënaqur, ma mirë le ta merr një fëmijë i bashkëdhëtarit se sa t'ja merr gjykata pastaj të shkojnë këtë në avokat për korrupsion. Ma mirë është ashtu, kështu janë duke e konsumu, ashtu kështu janë të mos çka pju del përpara. Kështu bile le të përfitojnë bashkëdhëtarit. Unë thash fillim prof edhe adem njerit kur të vjen morra e bën çfarë dush. Po, është. Edhe kjo këtu, ata cilët jetojnë, nashta ligjërisht ju takojnë, po jetojmë në një shtet funksional, edhe nuk jetojmë në një shtet qyshimi na, për fat keq këtë kanë kemi pas fëmijët e tanë janë të jetu me shpresa për ndryshim në ekonomi, qarkullimi është shumë i madh, 23.8 miliardë euro këtë vitin që shkoj, po është buxhet, është qarkullim konsumues e cila neve nuk po na sjell asnjë përfitim në ekonomi. Faleminderit shumë Adem, faleminderit shumë prof. Grazie për mua. Shikues nderuar, kaq kishim për sonte bashkëdhëshimi javën e ardhshme. Deri atëherë mirëmbëjtje.